Migrimet e popullsisë shqiptare. Çdo do të fjala migrim në tërësi do të thotë lëvizje. Pra mund të jetë lëvizje e popullsisë, mund të jetë lëvizje e shpendëve e të tjerë. Pra gjithçka që lëviz quhet migrim. Por migrimin e kemi disa llojesh, të jashtëm dhe të brendshëm, klasin për familjëzore. Migrimi i jashtëm e ndajmë në emigrim, do të thotë kur largohemi jashtë vendit për një kohë të gjatë, jo për turizëm, dhe imigrim kur kthehemi në një vend. Pra në rastin e se shqiptarë shkojnë në Itali, jemi migrantë, por nëse italianët vinë në vendin tonë, ata janë imigrantë për një kohë të gjatë. Dhe migrimi i brendshëm nga fshati në qytet, nga qyteti në fshat, nga qyteti në qytet, nga mali në fush e të tjerë. Cilat janë faktorët që ndikojnë tek migrimi? Faktor politik, ekonomik dhe shoqëror. Faktorët politik janë luftrat, ushtrimet, politikat militare, stabiliteti politik. Faktorët ekonomik, malfëria, papunësia, pagat e ulta, mungesa sipërfaqes punësore. Dhe faktorët shoqëror, pasiguria, gjakmarrja, shërbim më i mirë, arsimor, shëndetësor dhe kulturor. Cilat kanë qenë fazat e migrimit të brendshëm? Në fazën e parë në vitet 23-45, popullsia lëvizi nga zonat e larta malore në ato fushore për mungesë të tokave bujqësore në përmale, për shkak të varfërisë. Pra ishin një migrim kryesisht ekonomik. Pra përvojën të vendoseshin në zonat ulta fushore për shkak të mungesës së sipërfaqeve të tokave bujqësore. Në fazën e dytë, në vitet 45-90, migrimi nuk ka qenë i lirë, vetëm ka qenë i komanduar. Nuk kemi lëvizje të lirë popullsisë nga fshati në qytet apo qyteti në fshat, por kemi vetëm lëvizje të komanduar të popullsisë kryesisht nga fshati dhe qyteti për nevojat e industrisë. Pra industria kishte nevojë për shumë fuqi punëtore dhe sistemi dikur monist ishte që zhvendosi popullsinë një pjesë të saj që interesonte dhe nga fshati dhe qyteti. Në fazën e tretë, pas vitit 1990, lëvizja, pra migrimi, ishte në mënyrë spontane dhe kaotike, pra të paorganizuar. Shumë individ lëvizën nga zonat malore në zonat fushore, por më në pas ishte lëvizja migrimi drejt qyteteve të mëdha si Tirana dhe Durrësi. Tu jemi në zonën e Astirit në Tiranë, ndërtimet të cilën kanë foto rreth vitet 2005, 2008, 2010 në mënyrë masive e gjithë kjo zonë që kishte qenë më parë një sipërfaqe bujqësore. Pse? Sepse numri i lartë i individëve që lëvizën nga zonat të tjera drejt Tiranës dhe Durrësit kishte nevojë për vendstërime, për qëndrime, pra për banesa. Kalojmë emigrimin, pra migrimin e jashtëm, largimin drejt vendeve tjera. Në periudhën e parë në shekulin 15-17, me pushtrimin e Shqipërisë nga Perantori Osmane, pjesa kryesore e shqiptarëve të cilët kishin qenë në luftë pro Gjergj Norveut u larguan drejt territoreve jugore të Italisë, drejt zonës së Kalabrisë. Në këto territore, patjetër që kemi marrëveshjen midis Gjergj Kastriotit dhe Alfonsit V në Napoli, dhe në këto territore u zhvendosën shumë shqiptarë pas armërisë së Krujës. Periudha e dytë, 1912-1923 dhe periudha e tretë 23-39, ka qenë një lëvizje kryesisht drejt Shqipërisë. Kryesisht kanë lëvizur banor të zonave jugindore të vendit tonë drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht për një qenë mirë për përmirësim të jetesës, pra ka qenë migrim kryesisht ekonomik. Në periudhën e katërt, vitet 45-90, jemi periudhën e ridikut komunist, gjithçka ishte ndaluar. Të lëvizje jashtë vendit pa miratimin e pushtetit qendror, atëherë që është tradhtim dhe atheu dhe masa e dënimit ishte deri në pushkatim. Pra, në periudhën e katërt, nuk kemi lëvizje të lirë të popullsisë jashtë vendit. Nuk kemi migrim të lirë të popullsisë.
Periudha e festë, pas vitit 1990, përsëri, edhe migracioni ashtu si migrimi i brendshëm ishte kaotik, i paorganizuar, shqiptarët që nga Hyporiku morën anijet e Prishtimit, anijet tregtare dhe çfarë mund të gjeni do largohen drejt Italisë, drejt Greqisë, pra fillimisht drejt vendeve fqinje, dhe më pas ata u shpërndan në të gjithë botën. Pse në vendet fqinje? Arsyeja kryesore është arsye gjeografike. Kushtet e punësimit në vendet fqinje ishin të përhapura, ishin të njohura. Njohja e gjuhëve fqinje, pra italishte dhe greqishte, bashkimet familjare. Pasojat e emigracionit. Emigracioni ka pasojë pozitive dhe negative. Pozitive është që sjell remitanca. Remitanca janë të ardhurat nga emigrantët. Rritje profesionale, shumë shqiptarë mësuan profesionet dhe u rikthyen ardhën atyre dhe këto profesione i zbatuan në Shqipëri. Zbutja pa pasurisë është kaq sepse individët që u larguan u krijuan mundësi atyre që qëndruan të mund të punësoheshin. Rritja e imazhit të Shqipërisë, është kaq sepse shqiptarët njihet gjërësisht që janë popull përveç me kulturë, por edhe shumë punëtor. Shkëmbim kulturash të dhamë të të tjerët, por morëm shumë edhe nga ata. Negative, pasojë negative, ulje numri popullsisë, largimi moshës fertile, largimi personave të kualifikuar, tragedi detare, trafikimi i qenieve njerëzore, prontet vështira pune dhe me pagesën jo si vendasi, pasigurime shoqërore, me vështirësi për mbijetesë dhe për strehim. Grafiku paraqet numrin shqiptar në Itali gjatë periudhës 90-2011 dhe shikojmë gjatë gjithë kohës ka qenë rritës. Grafiku paraqet të dalat nga emigrantë shqiptarë në periudhën 2014-2016, pra shtetë shqiptarë në disa periudha kohore ose vite ka patur si bazë të qëndrimit në këmbë për atë ekonomisë për shërbimin e tij të ardhurat nga emigrantët. Sa shqiptarë ka patur në Itali? Pra sipas statistikave ne shikojmë që kemi patur një numër të lartë të shqiptarëve në Itali në vitin 2011, si dhe janë dërgesa monetare që kanë sjellë shqiptarët. Atëherë, këtu kemi anije të cilët transportuan shqiptarët drejt në shtetit italian emigrim. Diskutojmë pro ose kundër migrimi masiv popullsisë së Shqipërisë pas vitit 1990 për arsye ekonomike ishte një zgjidhje e mirë e me pasoja pozitive. Jeni pro apo kundër? Ose do të kemi cilët janë pasojat pozitive dhe negative të migrimit? Juve doni migroni?